Hristof Osmani Salih bukur të Karapi. Në të majtë për Berishën, e ka topin ai. Berisha, krosimi nuk vjen, mbyll Burns. Mirë. Vangjeli, Shkëmbi. Një kopje e Berishës në atë. Opa, këtë top i bukur është. Profesor është i rregull për Hristof, vrapon Berishën në shtyllë dytë. Salih është gjendër keq topi për Burns është. Shkëmbi. Para Hristof, kërkon Salihin, e ka gjetur atë Salihi. Në të djathtë, shikoni këtë top, mjaft bukur. Pak më fort se duhet për Proknin, por mund të krosoj tani. Je krosimi Proknit. Në shtyllë dytë, një maga dhe njëra ka kthyer në qendër. Kjo mundësi Salihi nuk brin ta mbaj. Ka pseudonimi Raketa. Është i stolt sot, mos do të ketë minuta edhe për të. Leonid Abazi. Ai quhet Leonid Abazi, ai ka pseudonimi Raketa. Bukur këto për Kristi Vangelin, mbrin Kristi Vangeli dhe ka një këndore. Sigurisht Skënderbeu Hristof. Mirë triblimi, kërkon dhe Salihin, topi është i urët drejt tij. E mund të zgjasi shumë, por jo gjithkohës, kështu që topi i djathtë, shohim Salihin, vrapon është i vetëm. Hristof pret në qendër, nuk e mbështet Berisha, topi është për Hristof, nuk e mbrin ai gjithë në këmbë, kështu që ka dhe shumë vende, shumë njerëz në këmbë. Ndoshta mund të kishte vende edhe për rreth 50 apo 100 vetë. Krosimi për Salihin, jo, është keq. Jemi tek e para. Shkëmbi. Për Berishën, që i merr bukur e lë prapë kundërshtarin e tij të parë. E çon në djathtë bukur ideja. Prokni po tash bosh, në qendër Salihi me fite jo. Çfarë shansi ishte ky? Hristof për Vangelin. I del triplimi. Një dhe topi ulët drejt zonës. Dhe ishte gjithë